Fillimisht se është bukur shumë e diskutueshme edhe në opinion edhe në diskurs çështja e themelimit të gjykatës e gjitha këto. Unë besoj që në rast se kthehemi në retrospektivën e vitit 2015 akuzat dhe para prej vitit 2011 me thekë veçantë kur ka filluar të bëhet publik raporti dhe gjitha këto, akuzat kanë qenë jashtëzakonisht të rënda, jashtëzakonisht shqetësuese. Prandaj vlerësoj që edhe themelimi i gjykatës, domethënë, ka qenë pikërisht në linjë me këtë që të hidhet dritë mbi një pretendim absolutisht të absolutisht të pa bazum dhe unë kam thënë edhe disa herë të tjera vlen të përsëritet. Në rrethana kur njerëz kanë vdekur si rezultati mungesës së trajtimit elementar mjekësor, të akuzohet dikush për trafikim organësh, të akuzohet dikush për transplantim të organeve, natyrisht që është utopike, natyrisht që është e pa besueshme, e pa imagjinueshme. Prandaj edhe reflektimi i atëhershëm i skenës politike natyrisht që ka qenë pikërisht mbi këtë arsye, për faktin se ka qenë një njoll, ka qenë një re, siç e ka thënë edhe presidenti Thaçi për Kosovën, prandaj është dashur të hiqet kjo. Mirë, po megjithatë, edhe para fillimit të procesit, domethënë ka filluar devijimi përkitës me këtë proces për faktin se siç dihet, këto elemente asnjë nuk janë në kuadër të aktakuzës, prandaj procesi që nga nisja, që nga ngritja e një njoftimi fillimisht përkitës me akuzën, gjitha këto e bëjnë një proces jo kredibil, një proces të dyshim. Pastaj natyrisht që sa i përket çështjes së kredibilitetit, sa i përket çështjes së besimit, është jashtëzakonisht shqetësuese fakti që si kanë mundur që të rrjedhin informata, siç dihet, informata tashmë është konfirmuar që kanë qenë dokumentet, kanë qenë të dhomave të specializuara dhe dhomat e specializuara kanë sot asaj dite obligim ndaj opinionit për me definu, për me konstatu se si ka ndodhur kjo dhe është mbajtur dikush përgjegjës për këto procese. Janë dënuar njerëz lidhur me atë që janë dënuar njerëz në Kosovë, mirë po nuk ka informat nga për opinionin, në rast se dikush brenda gjykatës është mbajtur përgjegjës. Fakti që janë dënuar në nivel të Kosovës nënkupton që ato dokumente kanë qenë të dhoma të specializuara, mirë po si kanë dalur ato është shumë e rëndësishme. Pastaj gjatë gjithë rrjedhës së procesit, përveç faktit që kemi një proces të sërgjatur, përveç faktit që kemi një proces me mungesë të theksuar të transparencës, edhe dëshmitë të dëshmitarëve në jo pak raste kanë shpërfaqur absolutisht të kundërtën asaj që pretendon prokuroria. Për shembull, na kujtohet rasti i dëshmitarit 94, një qytetare komunitetit serb nga rajoni i Rahovecit, e cila me zë dhe figurë më shumë se sa një herë i drejtohej me faktin që çështjet të cilat ishin pjesë e deklaratës nuk kanë qenë të thëna prej saj dhe nuk kanë qenë të nënshkruar. Pastaj kemi pas dëshmitar cilët është konfirmuar që kanë pas probleme përkatësisht dëmtime mendore. Pastaj kjo çështja e fundit, siç u tha, mungesa e faktit që prokuroria nuk ka arritur mjaftueshëm me administru dëshmitarët që vetë i ka ftu. E gjitha këto natyrisht që e bëjnë një proces në bindjen time përveç se të kompromituar, kjo nuk kupton që edhe përkundër gjitha këtyre pala prokuroria nuk ka arritur në bindjen time me argumentu tezat e saj. Mirë, po megjithatë, për aq pak sa kemi pas mundësi me pa një proces, kam fitoj përshtypje që prokuroria më tepër është e interesuar që në raport me opinionin publik ta bindë opinionin se sa që përmes provave dhe dëshmive konkrete ta bindë gjykatën në lidhje me fajësinë e të panderëve.